që ka dhe shumë njerëz kurioz, ka dhe shumë studenta që dëshirojnë të bëjnë pjesë e kësaj fushë apo jo. Se të kanë qenë gjitha të hapa deri në këtë pikë ku jemi, deri në këtë pikë të zhvilluese? Po, na jemi themeluar 2014 dhe ja kemi filluar me një teleskop shumë të vogël, pra grupi jonë përbëhet nga të pasionuar që dojnë astronominë, pra me mjetet thjeshta në fillim, tash jemi bo me mjetë shumë të avancume, cilat i kemi donacion për astronomëve të huj. Kemi arrit më bo përfaqësues shumë organizatave të huja që është Astronomët pa kufi, Unioni i Astronomëve Ndërkombëtar, edhe kemi rrit interesimin të publiku prej momentit kur ja kemi fillu, kemi bo shumë bashkëpunimet ndryshme, së fundmi kemi pas një ekspozit me Agjencinë Hapësinore Italiane, edhe me ambasadën italiane në Prishtinë. Po, kemi ndjek nga afër, ka qenë shumë interesante dhe ajo aktivitet. Keni qenë edhe jo, si media, po tani të e marë parasysh që ka qenë astronomia dhe tash, me të vërtet është të rritë shumë interesime, se të mos tash që kemi hapë observatorin e Prishtinës që gjendet e Pallati Rinis, ku teleskopi është statik ato të në kohën, edhe qytetarët vazhdimisht shkolla për na vizitojnë, për me shiku me teleskopet dhe për më njoftë më afër me universin, pra me planetet, me yjet e tjerë. Fjolla, çfarë i bën kaq shumë kurioz, qoftë të rinjt apo edhe grup moshat të ndryshme në vend që të njoftohen më shumë me hapësirën? Po, gjithmonë është kurioz ajo se çka ndodhet për te atje qiellit, edhe fatkeqësisht e di që në Kosovë kjo pjesë nuk ka qenë e zhvilluar dhe ka munguar gjithmonë, kështu që ku e kanë dëgjuar për klubin astronomisë, njëkohësisht për observatorin, kanë pas kanë prit me shumë dashni dhe vinë me shumë qef. Unë e shoh edhe atë fëmijët ku vinë duke fillu prej parashkollorëve që i kemi edhe të klasat më të larta, gjithmonë janë ashtu të pasionuar ku vinë, ju pëlqen vendi, ju pëlqen ajo çfarë shohin, se kryesisht me fëmijë filloj me diellin, se paradita ajo bëhet. E shohin i vrejnë ato njollat diellore dhe shohin ato që nuk mundën me pa ndoshta me sy të lirë. Gjitha këto pajisje që i kemi sot të mundshme, normalisht i keni ju, sa e bojnë që të rritet edhe interesimi i gjeneratave të reja rreth astronomisë? Po, interesimi është shumë i madh. Kosova ka dhe astronom të diplomuar, mirë po nuk ju ka dhënë rasti me tregu të vetën në institucione, kështu që Kosova ka mbetë domthonë në dorë të trive, të cilët i kanë marrë këtë punë duke u kyqë në organizata ndërkombëtare, sikur Astronomers Without Borders e tjera, ESA e tjera. Kështu që domthonë interesimi është ndoshta që është të publikum për japëm gjevap, nga nxënësat shkollat, po edhe studentet. Megjithëse Departamenti i Fizikës ka bon do përmirësimi, ka 2 teleskopat mirë, mbahen evente edhe atje edhe të ne, bashkëpunojmë, kështu që krahasime përpara që universiteti s'ka pas teleskop edhe ku kanë gati tabu temë me hyjë një teleskop dikur në Universitet Prishtinës, tash ka teleskopa, ka mikroskopa, ka kamera sikur këto që janë aty. E që do t'i demonstrojmë vetëm pas pak sigurisht. Kur jeni njoftuar për herë të parë me teleskop dhe me gjitha këto pajisje, ndoshta nuk e keni pas fatin se gjenerata jonë dhe gjenerata më të vjetra, apo dhe ndoshta më të reja se ne, nuk është që kanë pas fatin të njoftohen në moshë shumë të re që shmundën tani fëmijët gjeneratat e reja, apo jo? Kemi qenë shmjaft me fat, me qenë se une këm pas pasion për një moshë të hershme, na shumica për neve studiojme diçka tjetër, për shembull unë jam me profesion ekonomist, fjolla, geografe, kemi fizikant, kemi arkitekt, do me thonë astronominë e bën interesant, pra se pa marrë parasysh çfarë profesioni je, mundet më marrë gjithkush me astronomi nëse dën këtë fush, me një teleskop që me vrojtu dhe pra zbulimet më të mëdha që janë bë për astronomëve amator, do me thonë që i kanë vendosur një teleskop, kanë fotografu kometa, asteroidet ndryshme, edhe kështu kanë bë zbulimet ndryshme. Edhe kështu ja ka fillu pasioni pra tu lexu revista, tu po që klubet ndryshme të botës kanë, do me thonë, aktivitetet tyne, veç në Kosovë nuk ka. Kështu që ja kemi fillu edhe ne me shfash, do me thonë, të audienca këtë pasionin tonë. Shumë mirë. A mund themi që kemi mjaftueshëm klubet astronomisë në vend? Jo, fatkeqësisht s'ka klubet mjaftueshme. Po gjithashtu në si klub e astronomisë i kemi disa anëtarë që janë shpërndarë në qytete të tjera të Kosovës, ku nga ata kanë edhe nga një teleskop dhe ata po vazhdojnë me bë punën e tyre.
si për shamo Dua ta Cek është një klub në Kaçanik, është një vajzë shumë e re, është Aulona Çaka, është nxënëse e shkollës së mesme, dhe ajo ka ACK në Bulen, një klub që bën evente ndryshme dhe mu me thonë që për Kaçanikun si një vend i vogël ajo ka sjell astronominë aq afër qytetarëve, nxënësve dhe gjithë aty në banorëve atë. Shumë mirë. Po në vendet tjera të Kosovës, si që ndrojmë shtetet të tjera? Po është në Vushtreshtë edhe një klub tjetër, është të ndërtu edhe një planetarium pra në Shtime, pra kështë edhe në Ferizaj, Prizren organizohet Astrofesti, mirë po këtë kjo pra thelbi, këtë kjo kësaj, ja ka fillu pra me klubin e astronomisë, vitin 2014, që na ju kemi ndihmu këtyne klubeve pra dhe ata mu rritë profesionalisht, ju kemi jap mjetët tona, ju kemi jap një uri që ka duhet me pas, që këto klube mu zhvillu, edhe kështu që po ndihemi shumë krenar që astronomia po lullëzën dita ditës, edhe jemi të partë në rajon me thonë sa i përket astronomisë amatore dhe aktivitetet që na i bojmë. Për shembull, një observator përveç Kosovës, Shqipnia s'ka, Malezi s'ka, Bosnia si ka shkatru gjatë luftës, Maqedonia s'ka, Prishtinë ka qenë një observator ajo kupolla vrojtuse, cilën e kemi hapë vitin e kaluar me ndihmën e komunës dhe misionit kombëve të bashkuara, ku qytetarët tash po vinë, po shikojnë me teleskop ato, edhe është ju rikthy qytetarëve për destinacionin cilën është ndërtu vitet e 70-ta. Para mendoni që 40 vjet pra nuk është përdor, kështu që na kemi rikthy, edhe jemi shumë e fat që kemi observatorin dhe që po ndërtohet një tjetër, qytetin e Shtimës, edhe kështu që dita ditës na po bëmi shumë pra konkurrencë vendeve të rajonit me astronomi, edhe me thonë që jemi të bërë revolucion sa i përket astronomisë. Besoj që jeni lumtur, sepse po qëndrojmë më mirë në disa aspekte krahas vendeve të tjera të Ballkanit, krahas fqinjve tonë. Dhe kjo ma mërmendja që ka qenë edhe ëndër juja, me qenë se keni shumë vjet në këtë fushë. Po, kjo ndoshta kënaqësia është më e madhe, dhe unë se këta ndoshta, këtu është subjektive, ku në vitet 80 e kemi themeluar klubin e astronomëve amator të Kosovës, që për fat këta e kanë po erujnë atë emër. Kanë trashëguar. E atër ka qenë një teleskop, kanë qenë disa studentë nxënës kryesisht nga gjimnazi matematikor, ka qenë një studente brillante atër, Teuta Saatçia, një inxhiniere, një humaniste shumë e madhe, dhe mandej mirë po, kur erdhën disa profesorët të universitetit, thanë që këtu duhet me futë shumë matematike, tjera ju nuk bëni nej punë të madhe, edhe disa ikën. Mandej komunikum, shtu ndërkombëtarisht Suheli tjerë, matematika është për akademi, për katedër, nuk ka nevojt ju me plasu kulturën e astronomisë për mes matematikës, ajo është rocket science, që shtojnë. Po do mund astronomia që këta e bojnë është një paradigme re, që këta e kanë promovu, s'po thëmon, idejtë e mija të viteve të 80-ta jënë stopu, për disa është ju e krejt tjera, po këta e kanë bëvat këthesën që Suheli, Fjolla, pranvera që është në Amerikë, që po e themelon atë në klubin, që ka klubin e vetë në Vushtrë, në Kaçanik. Në mund këta e kanë kriju një paradigmë të re në shkencë. Si t'i adresohet shkenca audiencës, jo në terma tron, jo në terma qyshbot, sepse ajo edukimi nuk vjen vetëm nga formula, nga akademia, nga ekuacionet e Einsteinit. Mi vjen mas pari këto është. Fix, praktika. Qka kemi këto? Kemi shumë pajisje që keni sjellë me vete. Në ashtë këto që kësha dosh, është ma veçanta që kemë, është një meteor i Marsit edhe i Hanës. Dhe me thani kemi shumë pasion i rujmë këta dy meteor. Ua, ma të shot, t'i kome më pak ofër ka meteor. Okej. Është Moon Rock edhe Mars Rock, dhe me thani është një copës dhe vogël e Marsit edhe Hanës. Edhe kështu që e rujme shumë pasion, edhe jo të tregojnë shumë qytetarëve, disa nuk i besojnë që pënime është, po është vërtetume pra që janë pënime që kanë arë prej planetit Mars dhe prej Hanës. Ku janë gjithë këto? Këto, për shembull, këto asteroidet që janë, se për shembull në halas kemi, përveç që Amerikës që ka tamën Moon Rock, këto kanë arë për asteroideve ose për meteor impact që kanë godit tokën, edhe shkencëtarët kanë
tu që këto pra vinë prej Marsit edhe Pihanës. Pra këta gurze që kanë qenë atë ku para miliona, miliarda vitesh, kanë qenë ata gurze të një që kanë formu planetin Mars dhe pra Hanën. E kështu që tash na i kemi këto dhe pi ekspozojnë në për aktivitetet tona. Shumë mirë. Ndërto janë dhe syzet solare. Qka të shtoni, po më duket? Vetëm dishta me falë Suhel. Kjo është dhuratë për astronomëve botëror, cilët kër e kanë pa pasionin e trive, ja kanë dhuru. Dhe më thonë, mënyra që të kuptohet astronomia, edhe shkenca është direkt të ofruat qytetarit ajo qka është reale, ajo që ka ranë nga universi. Edhe ata në kanë dhuru, dhe më thonë, këto janë direkt artefakte nga hapësira. Shumë mirë dhe i kemi në vendin tomë, besoj që i runi shumë mirë. A tjetër që kemi është kjo filteri që po të më herët. Për shambull këtë filter e vendosë me taj teleskop. A shkojmë, nëse mundë me demonstru, qka do që mundë jeni të lirë gjatë këtyre minutave, fjollat lutem? Demonstrani. Ky është zakonisht, ky teleskopi këtu i ka kam të veta, po kam t'jen shumë të rana, s'këna mujtë mi marë në studio. është pra një teleskop Ritchie Chrétien, është lloji i teleskopit është i tillë, edhe nuk ka në Kosovë tillë, pra është 10 inç. Këtë teleskopin muna me ja vendosë edhe filterin për me vrojtu, për me vrojtu diellin, njolla diellore, edhe muna me pa diellin me syze solare. Do të thotë, tu e shiku zakonisht diellin e shumë direkt me syze solare. Okej, kështu e paramendojmë që është dikon qëto. Ashtu ishe kur ndodhen eklipse diellit, shamë si kur kemë prapasken që i kemë, një foto, këtu pra eklipsi diellit, i kemi fotografuna, është një teleskop që për shembull ke ka setupin për astrofotografi, una me bë dhe foto me këtë teleskop, mi fotografu këtu planetet, diellin, çka pi shumin prapavi, pra është lloji teleskop service, kjo është okulari që vendosën, okulari është synori në gjuhën shqipe, ishe pra më afër planetet, është finder scope, është kamera planetare, është pra truni i kompjuterit është ky mini kompjuteri, pra e teleskopit është ky mini kompjuteri, pasanej ky teleskopi këto është një teleskop solar, që ja vija për më herët, pra është Coronado për Amerikës, këtu zagonisht këshyret, po, edhe to mujna me po diellin në njërë direkte, se për shembull diellin me po me sy të lirë është shumë keq për sy, që këto mujna me po në njërë të sigurt, edhe shumë i tamën që është dielli, turbulencat ose shpërthime diellore në sipërfaqen e diellit, edhe është me të vërtet shumë knatësi kur i sheh, se nuk i beson çka po sheh me sy të lirë, që qytetarët shumë dihen mjaft pra nuk i besojnë syve dhe na kemi një moto ton, wow, pra do me thonë këtë kur shikojnë për herë të parë me teleskop, thojnë wow, kështu për një me është një ndjenjë e veçantë që na gjithmonë folmi në për televizor, në për, po kur nuk i kena po me sy ton të lirë, pra planetet, anën, diellin, që se për shembull si kur kjo foto këtu, bashkë kështu shihet pra dielli, edhe për Solar Festin, kena me... Thotë kanë me pas mundësin kështu gjatë atyre ditëve dhe qytetarët me pa diellin. Pikërisht kështu, pra me syze solare, me teleskop diellor. I patëm edhe disa lloje të tjera syze. Kjo është një syz për spektrin e dritës pra, që mundesh me vendos, edhe e sheh pasi është spektri i dritës. A përshë? Wow. Ja, pra motë ja jonë veç sa, që the, wow. Nice, a? Toja. Qa ndodhi? Ndodhin këto në univers, a? To janë dësite solare, më në shmi. Po me na i dyrbin, falë. Hajde të shojmë. To më në shmi. Kush është dielli, a? Gjanki më dul dielli. Okej? Shumë mirë. Do të me... Që, po i këthejnë a diellit me qenë se kemi këto. Nej, sigurisht në tuna me ardhë sot në shesh. Edhe nëse muj me shtu diçka për atë teleskopin, është e veçantë se ai nuk ka nevojë me vendos një filter, sepse ka një përbërje prej hidrogenit edhe heliumit, dhe mundëson që edhe panin e filterit të jetë i sigurt dhe të mos ketë rrezikshmëri te pjesa kur ne vrejtojmë.
Pra, nuk mund të kemi edhe, nuk mund të kemi probleme të syret. Janë pajisje shumë të sigurta. Pajisje të sigurta. Janë pajisje të kësaj kohës, të fundit, të kohës moderne. Po, dhe me thonë, këtë teleskop është tamam i përstashëm veç për diell, to s'muna me po natën, dërsa me këtë teleskop muna me po edhe natën edhe ditën. Natën e shumë i planetet, yjet, hanën, galaktika që është Andromeda, ose objektet e thella qiellore që janë star clusters, dërsa gjatë ditës nëse dojna mi po pra diellin, ja vendosmi këtë teleskopin solar. Edhe kjo është një filter që mund me detektu njolla diellore, pra dielli shihet një top i bardhë, ndërsa vrejnë ato pikat e zeza, pa njolla diellore që janë shpërtime të diellit, e ndërsa këtë teleskopi tjetër ma shumë përdohet për shpërtime që i ka ana shtobolenca dhe gjitha ato. I pamë dhe disa prej imazheve që janë mundësu, edhe besoj që janë shumë kurioz në këto momente edhe shikuesit. Do të kthejmë edhe një herë patjetër flasim për festivalin që do zgjas për disa ditë në Kryeqytet, po grupet e organizuara, fëmijët, mësimdhënësit, apo dhe prindrit, apo dhe ndonjë organizatë tjetër nëse dëshirojnë të njoftojnë të vezhjit me gjitha këto mjetët që i posedojnë, edhe normalisht edhe të shohin drejt hapësirës, si mund t'ju kontaktojnë, si mund t'a bëjnë dështë atë organizimin të vinë dhe të realizojnë këtë aktivitet. Po, tash për shembull na provën sa vetë kemi meteorolog që punon në Agjencinë e Shërbimeve Navigacionit Ajror, zakonisht kur ta shohim që është moti i mirë, na konsultohemi pra me ekspert të motit, siç është edhe Mendim Rrugova, edhe plot tjerë, edhe kemi një pajisje, një stacion të motit që kemi vendosur në qatin e Pallatit Rinis, edhe njoftojnë qytetarë që mundi me arë me shiku pra kur ndodhin fenomene të ralla të astronomisë, zakonisht në rrjetet sociale, ose info@astroclubkosova.org, numrin e telefonit, pra këtë është Astronomy Club of Kosova, mu i më na gjetë në rrjetet sociale, ato i vendosmi pra eventet kur ka, kur shohimi që është pra kushtet janë përshtatshme për vrojtim, se qytetarët mendojnë që çdo herë mundna me vrojtu, mirë po nuk është e vërtetë se kur është moti i keq, na s'mundna me pa kur gjë. Edhe NASA pra që për këtë arsye i ka vendosur teleskopa në hapësirë, ku nuk i pengon moti fare. Pra, kështu që më preferohet pra më na kontaktu një herë ose më na ndjek në rrjetet sociale, me të shkollat veç po na shkruajnë vazhdimisht në email, po lajnë termine për me arë me vizitu observatorin e Prishtinës. Pra kemi qindra qytetarë, kemi pas bashkëpunime me manifestën, që kemi pas shumë vizitor të huaj që na kanë ardhur. Kështu që mjaftojnë më na ndjek në Astronomy Club of Kosova, edhe mu bë pjesë e grupit tonë, mu bë pjesë e aktiviteteve, mu njoft më afër me pajisjet që i kemi në dispozicion. Po flasim pak për aktivitetet dhe këto ditë se çfarë do të ndodhë në Kryeqytet. Po është Solar Fest, festivali i diellit, pra qysh për kohën e lashtë, pra njerëzit kanë manifestu diellin, pra yllin tonë ma të afërt, si për këtë gjithat mirat që na ka jep, po ndonjëherë nuk na ka jep gjithat mirat edhe rreziqe ndryshme ka pas, që janë ato stuhi diellore, që është fusha magnetike e tokës, cila na ndihmon, na mbron, pra Solar Fest me shiku diellin së bashku, do të ketë muzikë, pra do të ketë bashkëbisedime me qytetarë, shumë surpriza tjera. Syzat solare do të jenë falas për qytetarë, në më thonë kush do të vjen mundet me pas edhe nga një palë syze solare. Edhe është pra një ngjarje tjetër on the moon again, pra në hënë përsëri, ku çdo pra secili shtet anën bën botës e manifeston këtë ngjarje që i tregon pra të arriturat e njerëzimit në hapësirë që kanë shku në hanë, edhe po shpresojnë që deri në vitin 2024 me shku përsëri në hanë, që natë kena me shiku hanën me teleskop, krateret e hanës, dhe pra me ja mundësu qytetare ma afër me pa pra këtu objekte qiellore, që zakonisht i shohim me sy, po nuk janë njësoj sikur me teleskop. Pra eventi on the moon again për herë të parë organizohet edhe kjo në Kosovë. Pra Kosova si vend po është pjesë e shumë manifestimeve ndryshme botërore të astronomisë, siç është muaji global i astronomisë, që ne përfaqësojmë Kosovën ndërkombëtarisht me astronomi. On the moon again do të bëhet me datën 23, 24, 25. Me datën 23 do të jemi prapë në sheshin Zaja Pajaziti, ku qytetarët mundën marrë me pa me teleskop hënën, ndërsa me datën 24, 25 qytetarët i presim tek observatori i Prishtinës dhe jemi atë. Shumë mirë, pa do thotë edhe njohin pak vendin e shohin edhe
kanë mundësi me vrejtu. Uroj që t'jetë tradicionale kjo festival dhe shpresoj që të takohemi edhe në shesh gjatë këtyre ditëve, po njëkohësisht edhe me aktivitete tjera, s'la gjithmonë i mirëpresim edhe ne si Klan Kosova. Tradicionale veç u bon ka të vite, përveç tjerash ne kemi qenë pjesë e manifestës 14 Prishtina, që tërbota në ka të tjesh pjesë e manifestës, ndoshta disa që paramendojnë atë punë, sa është e rëndësishme, ta shëndrën shkencën për audiencës në termat të artit është një paradigmë krejtësisht e re që veç gjenerata e re e bën këtë punë. Besoj jeni shumë i lumtur me gjeneratën. Jo, është unë edhe 6 muaj shkajnë penzion, kështu që është jam ma e madhe shkajta që mo nuk jam unë e nishi, që unë disa që më konë nishi kur, po pjesë një ekipe që është para 20 vite, kështu që këta jenë bashkuar edhe kanë me arritë, që shi kanë arritë në vërtet. Unë jam shumë e bindur që do të kenë gjithmonë brapa, do t'jam bashkrahun gjithmonë. Sigurisht po, sigurisht sa që më thirën do njëm për ta, nuk i përzihem në ide të tyre, do më një lotë lirë, se pa qeni lirë, studentit mendoj e s'munet me dhona si ideas. Ishte një nobelist i kimisë, sa i radhe në Universitet Prishtines, edhe tha sfidoni arsimtarët, mos ju besoni shumë arsimtarëve, nëse doni me besu, merr një librat e shajtë edhe ajo punë kryet. Po ju një student, ju një shkencë natyres, sfidoni arsimtarët. Faleminderit shumë, ka qenë kënaqësi që ishit në studion e emisionit Mëngjesit. Shëndet dhe suksese.